A mundi më na thonë se cila është gjendja aktualisht në shërbimin korrektues të Kosovës, për sa i përket kapaciteteve, kushteve dhe në përgjithësi si po ecë puna? Sot kur po flasim, momentalisht kemi afër 1800 persona që mbahen në 19 institucione korrektuese. Kemi kapacitete të mjaftueshme për të pranuar spaku edhe 800 persona të tjerë, krahasu me vendet të rajonit, sa i përket mbi popullimit, pothuajse jemi vendi rrallë që nuk e kemi këtë problem, por natyrisht është kënaqshëm edhe niveli i sigurisë, po ashtu edhe niveli i pjesëmarrjes të burgosurve në jetën aktive brenda burgjeve, ku përmes programeve rehabilituese, aktiviteteve të ndryshme, trajnimeve profesionale, punës dhe aktiviteteve tjera rekreative, jemi komad. Cilat janë kapacitetet e shërbimit korrektues të Kosovës? Sa qendra janë në krejt Kosovën dhe çfarë stafi është i angazhuar? Siç e dini, shërbimi korrektues i Kosovës është agjencia e sigurisë, agjencia e uniformuar, shumica e stafit, mbi 1300 janë staf i uniformuar, por fati i mirë është që nuk jemi keq në nivel të përgjithshëm, pothuajse është numri i njëjtë si me të burgosur, po ashtu edhe me staf. Edhe staf kemi mbi 1760 punëtorë që janë të angazhuar në 11 institucione korrektuese, përfshi edhe drejtorinë e përgjithshme këto. Çfarë ndryshimesh që në përmbajtje mund të veçohen janë bërë gjatë kohës së mandatit tuaj? Ajo që është rëndësishme për ta potencuar, kemi numër të madh të rasteve kur kemi arritur të parandalojmë kontrabandën brenda institucioneve korrektuese. Krahasu me vitet paraprake, po flasim nga periudha e njëjtë, 3 vite para se të vijë në mandatin këtu, kemi pasur afër 100 raste të parandalimit të kontrabandës, krahasuar me këto 3 vitet e fundit, kur numri i rastit të parandalimit të kontrabandës brenda institucioneve është afër 600. Natyrisht që ka sfida dhe ka lloj metodash dhe mënyrash të cilat familjarët, persona të tjerë nga jashtë, po ashtu numër i vogël i stafit që janë të përfshirë në rastet e kontrabandës, që fatmirësisht edhe në këtë aspekt kemi pasur edhe rezultate konkrete, kur ka persona të cilët janë në mbajtje të dënimit, ka persona të cilët janë duke u ndjekur penalisht, janë në procedura gjyqësore, po ashtu edhe sa i përket programeve rehabilituese, nga periudha kur për vitet të njëjta, mos të them nga themelimi i shërbimit korrektues i Kosovës, por me vitet të tëra, deri në vitin 2021 kemi pasur afër 1000 persona të përfshirë në programe rehabilituese, e që këto shifra kanë ndryshuar për të mirë. Vetëm periudhën e fundit, kur po flasim, këto shifra i ofrohen 3000 persona. Vetëm vitin 2025, kjo shifër është afër 900 persona që janë të përfshirë në programe rehabilituese, po ashtu në trajnime profesionale. Fatmirësisht, në këtë aspekt kemi pasur një bashkëpunim të shkëlqyeshëm edhe me shoqërinë civile, me partnerët tanë vendor dhe ndërkombëtarët, të cilët na kanë ndihmuar që ky numër të rritet duke nënshkruar edhe marrëveshje të bashkëpunimit me shumë organizata në shërbim të reformës në programe rehabilituese. Natyrisht, si rezultat i kësaj, kemi pasur edhe rritje të sigurisë në institucionet tona korrektuese. Pra, kur flasim për aspektin e sigurisë, ka një ndryshim, ka një siguri shumë më të madhe se sa që ka qenë më herët. Ka një llogaridhanie më të madhe se sa që ka qenë më herët, ku kemi pasur raste të ndryshme të dështimeve në aspektin e sigurisë, ku ka pasur edhe arratisje. A ka pasur ndonjë rast gjatë kësaj kohe kur ka pasur ndonjë arratisje të burgosurve? Kemi vetëm një rast në qendrën e paraburgimit në Mitrovic vitin e kaluar, kur janë ndërmarrur veprime konkrete ndaj stafit, po ashtu përveç asaj janë duke u ndjekur edhe penalisht, ndërsa nuk kemi asnjë rast të tjetër të arrestimit nga institucionet tona apo qendrat e paraburgimit. Sa ka probleme brenda burgjeve në raportet që janë mes të burgosurve? Qysh ndodhin këto mosmarrveshje dhe si arrin që të menaxhohen nga shërbimi korrektues? Fati i mirë, neve kemi pasur një mbështetje të jashtëzakonshme edhe nga qeveria, po edhe nga partnerët tanë ndërkombëtar,
duke ofruar trajnime të ndryshme në aspekte ngritjes profesionale të stafit, po ashtu edhe mbështetjes logjistike me pajisje të ndryshme të sigurisë, sidomos nga ambasada amerikane dhe partnerët të tjerë të sigurisë, krejt kjo në shërbim të ngritjes së nivelit të sigurisë brenda burgjeve. Fati i mirë është që pothuajse jemi edhe në këtë aspekt prej vendeve të rralla që nuk kemi banda të fuqishme brenda burgjeve të cilat do ta cenonin sigurinë e këtyre institucioneve, por ka grupe të vogla të cilat funksionojnë dhe tentojnë që të prishin rendin dhe qetësinë brenda këtyre institucioneve, por që natyrisht që këto grupe të vogla marrin edhe atë që natyrisht është në harmoni me ligjin, sepse si rezultat ata humbin beneficionet, kthehen nga pika 0, humbin mundësinë e lirimit të mëhershëm, kështu që ka probleme, por që nuk janë të natyrës të lartë, të cilat do ta cenonin sigurinë. Edhe me këtë rast prap ju bëj thirrje të gjithë të burgosurve që ti shfrytëzojnë të gjitha aktivitetet dhe mundësitë që ofron shërbimi korrektues i Kosovës, në mënyrë që ata në asnjë mënyrë dënimin të cilin e kanë marrur nga gjykata ta vuajnë në plotni, sepse ligji u mundson secilit të burgosur i cili respekton rregullat e rendit shtëpiak, ligjet në fuqi, që këta ta përfundojnë dënimin shumë më herët, siç e dini, deri në 5 vite të burgosurit mund të dënohen me 1/2 e vuajtjes së dënimit, mbi 5 vite ata mund të lirohen me 2/3, natyrisht në rast se ata përfshihen në programe rehabilituese, në rast se ata nuk bin desh me rendin shtëpiak, e siç e keni parë viteve të fundit, shifrat e të përfituarve, shifrat e personave që përfitojnë nga paneli me lirim me kusht për herë të parë kanë kaluar mbi 50% të rasteve. Kështu që kanë mundësinë që këta mos ta mbajnë dënimin siç u ka caktuar gjykata, por të përshtaten me rregullat e rendit shtëpiak që thjesht dënimin ta përfundojnë shumë më herët. A ka trajtim të barabartë në burgje? A ka trajtim të barabartë në raport me të burgosurit, apo ka privilegje për persona të caktuar? Personalisht, spaku 3 herë u kam shkruar letër të personalizuar secilit të burgosur. I kam obliguar drejtorët të burgjeve që të shpërndajnë të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë, të gjitha të drejtat dhe obligimet që i kanë të burgosurit karshi institucionit, sepse të burgosurve u mundsohet e drejta e kërkesave, e drejta e ankesave, e drejta e beneficioneve pa pasur nevojë për avokat, sepse shërbimi korrektues i Kosovës është i obliguar që të ofrojë këto mundësi, pa kërkuar rrugë ligjore jashtë burgut, apo pa kërkuar rrugë jo ligjore jashtë burgut, sepse shërbimi korrektues i Kosovës është i obliguar secilin benefician që ligji i mundson të ofrojë. Edhe letra personalizuar ka qenë në këtë drejtim që secilin të drejtë që juve ju garanton ligji dhe ju jeni të njoftuar përmes shkresave të ndryshme, rrugën e vetme ligjore duhet ta ndjekni përmes shërbimit korrektues, dhe fati mirë është që kemi avancuar edhe në raport me nxjerrjen e akteve në ligjore, kemi për herë të parë edhe rregulloren e re për transfere, po ashtu rregulloren e re rendin shtëpiak për beneficione ku janë të qarta të gjitha obligimet, po edhe të drejtat që ju takojnë të burgosurve, edhe ata në rast se veç pranojnë ta respektojnë rendin shtëpiak, të respektojnë aktet ligjore, aktet tjera në ligjore dhe ligjore, ata do t'jenë përfitues të këtyre beneficione pa pasur nevojë për avokat apo edhe për rrugë të tjera jo ligjore.